Ishte rreth orës 6 të mbrëmjes. Kisha një infeksion në sy dhe syt më diqnin shumë. Koka më dhimbte keq dhe trupi më dukej i rënd. Thash me vete do fle, ndoshta më kalon. Doma ishte e qetë, vetëm dritarja dukej sikur do hap. A dëgjuat dhe ju këtë? Besoj se nga kjo video do dalë një histori e frikshme për meje, po të paktën jeni këtu për ta dëshmuar. Doma ishte e qetë, vetëm dritarja dukej sikur po hapej e po mbyllej vet. Mendova se më dukej dhe u përpoqja të mbyllja syt. Sapo filloi të më zinte gjumi, ndjeva diçka të zezë mbi fytyrë. Nuk mund të hapja syt dhe dikush ma mbuloi gojën me një pallom. Okej, pallom diun që i thon një facolete. Okej, jemi okej këtu? Jemi shumë okej. Dhe dikush ma mbuloi gojën me një pallom. Aromë fort kimikatesh më mbushi hundët, gjithçka u errësua. Kur u zgjova nuk e dija ku isha. Doma ishte në rrëmuj, sirtarët përmbys, gjërat e shpërndara, por ajo që më bëri të ngri ishte pasqyra. Ishte thyer në mes dhe ishte një shkrim pa çfat herën tjetër. Zemra më rritë fort. Nuk kuptoja kush e kishte bërë, nuk kuptoja asgjë nga çfarë kishte ndodhur. Vetëm qëndrimi pranë asaj pasqyre më bëri të ndjeja frymën e ftohtë të dhomës, sikur gjithçka të më shikonte nga copa xhami. Qatë natë s'mund ta shoh pasqyren pa një dridhje të fortë, disi më duket që ende e shoh atë shkrim kur Më duket që ende e shoh atë shkrim kur afrohem te ajo. Gati ja nisim. Pra ky thot ndjeva diçka të zezë në fytyrë, më mbuloi gojën me një facolet që kishte aromë kimikatesh. Shikon, ndoshta ishte mjeku i familjes që erdhi në momentin që e pa që ti po flije gjumë, që të jepte atë ilaçet me kimikate në gojën tënde, ndërkohë po flije që mos i bëje naze dhe që të shëronte syrin tënd të infektuar. Tani mund t'i vesh faj mjekut që donte ta bënte pak më interesante dhe të thyente pasqyrën dhe të linte shkrim pa çfat herën tjetër zemër, pa çfat pra fat që mos kapi prapë infeksioni i syrit. Unë besoj se ishte mjeku. Lini koment poshtë nëse jeni dakord me mua.